Me datën 7 prill, u bën 26 vite nga dita kur fshati Rashiq pësoi njërën ndër plagët më të rënda në historinë e tij, rënien heroike të disa prej bijve më të mirë të këtij vendi, të cilët u flijuan për lirinë dhe të ardhmen e brezave që sot gëzojnë paqen. Celulat e para të ushtrisë lirimtare të Kosovës në fshatin Rashiq filluan pas 24 marsit 1998, kurse konsolidimi i shtabit në kuadër të fshatit Rashiq u themelua me 24 prill 1998, ku masovikisht angazhohen dhe bëhen pjesë e UÇK-s i gjithë fshati, pa dallim moshe dhe gjinije. Nga ky moment dolën edhe strukturat udhëheqëse dhe organizative të shtabit Rashiqit. Kushtrimi të luftës për liri me organizimin e shtabit të UÇK-s në Rashiq dhe mbështetjen financiare nga familjarët e fshatit në diasporë, u mundsua organizimi grupit të parë vullnetar që të shkonin në Shqipëri për marrjen e armatimit dhe sjelljen e tij në shtabin e Rashiqit, ku arritën shumë pushk, mitroloz, mortaja dore, zolla dhe gulinova. Pas armatosjes, kanë bërë roje dhe qëndrim në pika vëzhgimi të gjithë ata që u mobilizuan, veçanërisht morën pjesë në aksione dhe betejë kundër forcave serbe, sidomos në betejën e Bukšićit, Logjës, Glogjanit, Prejlepit, Dashinoc, Malishev, Krijev dhe shumë të tjera. 26 vite pas, në këtë përvjetor të dhimbshëm, por gjithashtu të mbushur me krenari, u bë inaugurimi i pllakës përkujtimore kushtuar dëshmorëve të fshatit Rashiq. Kjo pllakë përkujtimore është më shumë se një monument, ajo është dëshmi e gjallë e historisë sonë, e dhimbjes dhe krenarisë, një kujtesë për të gjithë dhe për gjeneratat që vinë, se liria nuk na është dhuruar, por është fituar me shumë mund, gjak dhe jetë të humbura. Prandaj jemi të buar sot këtu në hyrjet e fshatit Rashiq për të kujtuar dhe nderuar 7 prillin e vitit 1999, ditës së flijimit, ditës së zhdukjes me dhunë nga forcat serbe, duke mbetur prej atëherë të pagjetur. Kujtojmë Janus Bezeraj, Hazir Bezeraj, Muhamet Bezeraj, Dem Shala, Nazmi Shala, Nazmi Gjocaj, Agim Gjocaj, Selim Shala, Deli Bricori, Sejdi Shala, Arben Gjocaj, Jeton Shala, Servete Gjocaj, Lulzim Gjocaj, Syl Gjocaj, Kushtrim Shala, Abedin Shala dhe Valdet Shala. Si dhe ishin bashk me këtë grup edhe Bajram Veliaj, Hasan Morina, Recep Berisha, Nebi Berisha, Hazir Berisha dhe Avdi Berisha. Në këtë ditë, u mblodhën familjarë të dëshmorëve, bashkëfshatar, përfaqësues institucional dhe qytetarë të shumtë për të nderuar kujtimin e tyre. Fjalët e përzemërta, lotët dhe lutjet ishin shenjë respektit të thellë për këta trima që nuk ursyen asgjë për idealin e lirisë. Gjatë kësaj ceremonie inauguruese u mbajtën edhe disa fjalime përshëndetëse, ku me këtë rast u ftua kryesuesi i Kuvendit Komunal të Pejës, Recep Kurtbogaj. Ai tha se për këto kujtime të dhimbshme duhet të angazhohemi, të kemi drejtësi për të pagjeturit, pasi që pa drejtësi të mëdha u janë bërë popullatës civile. Sot kujtojmë një ditë të kopshme për fshatin Rashiq, një ditë që ishte tepër e dhimbshme dhe sot vazhdojnë të mbajmë ato kujtime dhe dhimbje për të cilat gjithmonë duhet të jemi të angazhuar që të kërkojmë drejtësinë për të pagjeturit dhe pa drejtësi të mëdha që u bën në popullatën civile. Në emrin tim dhe kryetarit të komunës, dua t'ju shpreh ngushëllimet e sinqerta familjarëve. Gjithashtu t'i përshëndes edhe shoqatat e veteranëve të luftës, përfaqësues të shoqatave të veteranëve të luftës dhe të kemi një përkushtim maksimal që deri në ditën e fundit që gjendet ajo drejtësia, ne do të vazhdojmë të jemi të përkushtuar
në këtë drejtim. Ministria e Drejtësisë të Republikës Kosovës, Albulena Hexheu, u shpreh se në këtë përvjetor të dhimbjes takohemi për t'i kujtuar me respekt dhe pietet të thellë të gjithë dëshmorët e fshatit Rashiq. Në këtë përvjetor të dhimbshëm takohemi bashkërisht për të kujtuar me respekt dhe pietet të thellë 18 dëshmorë dhe martir të cilët më 7 prill të vitit 1999 në fshatin Rashiq të Pejës u zhdukën me dhunë nga forcat serbe, e që ende sot pas 25 vite shfati tyre mbetet ende i panjohur. 13 luftarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe 5 fshatrat përreth ranë në një prit të organizuar nga ushtria dhe forcat paramilitare serbe. Gjersa kujtimi për ta mbetet i pathyeshëm mbetet edhe vullneti për drejtësi. Derisa çdo nën, çdo baba, motër e vëlla të marrë përgjigjen që i takon për fatin e më të dashurve të tyre. Si ministre e drejtësisë sot përpara jush dhe përpara kujtimit të këtyre heronjve të lirisë, e ritheksoj zotimin ton institucional. Ne do të vazhdojmë të punojmë për kushtim, brenda dhe jashtë vendit, në çdo forum ndërkombëtar, në çdo platformë drejtësie e dialogu, që çështja e të zhdukurve me dhunë të mos mbetet plagë e heshtur, por trajtohet si obligim historik, politik, por po ashtu edhe si obligim njerëzor. Nuk mund të ketë as drejtësi, nuk mund të ketë as paqe, as normalitet, pa e ditur të vërtetën për fatin e më të dashurve tanë. Përballë familjeve që për qerek shekulli kanë kujtuar me dhimbje dhe me ankth, Kosova me institucionet e saj nuk do të hesht, nuk do të tërhiqet, nuk do të pranoj harresën. Ky përveç se zotim është edhe angazhimi yni, ky është borxhi ynë ndaj të zhdukurve me dhunë. Drejtësia nuk është çështje kohe, është çështje vullneti, dhe ne e kemi këtë vullnet më të fortë se kur. Shteti i Kosovës është ndërtuar mbi sakrificën e heronjve tanë, të zhdukurve, të rëndëve dhe të gjallëve që nuk u dorëzuan kur. Ky përvjetor nuk është vetëm për kujtim, por po ashtu është edhe një thirrje për drejtësi. Lavdi dëshmorëve dhe drejtësi për viktimat. Nderim dhe përulje për familjet që presin dhe nuk ndalen së kërkuari të vërtetën për më të dashurit e tyre. Faleminderit shumë. Për një fjalë rast u ftua dhe kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve Xhavet Jashari. Gjithë ju të pranishëm që sot jemi bashk dhe krahas këtij kujtimi ndjejmë dhimbje sepse sot 26 vjet më parë ende askush nuk u vu para drejtësie, ende askush nuk u gjykua dhe nuk u dënua për këtë rast dhe gjithë rastet dhe gjithë masakrat që kanë ndodhur anedan Kosovës. Në anën tjetër nderuar të respektuar ndihmë krenari, sepse me veprimtarinë jetësore, me përpjekjet e pareshtra të popullit dhe kombit shqiptar, e kemi marrë gjallë idealin e të parëve për liri, çlirim dhe bashkim. Dhe kjo liri që sot gjithë po e gëzojmë, është si rezultat dhe domosdoshmëri e luftës. Dhe këtë luftë duhet ta dimë të gjithë e ka bërë e lavdishmja ushtria çlirimtare e Kosovës. Pra pa këtë luftë, pa përpjekjet e mahershme të advetarëve, veprimtarëve dhe luftrave përgjithësi në periudhat e ndryshme kohore të historisë tonë të lavdishme, sot nuk do të ishim këtu. Andaj unë përcjell një mesazh tek institucionet, tek ata që mendojnë se lirin na ka fal dikush. Unë ju tham me plot gojnë se lirin nuk na ka fal askush, e kemi fituar me luftë, e kemi fituar me gjakun e dëshmorëve, e kemi fituar me gjymtyrët e invalidëve që i kanë lënë në epopet e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe e kemi fituar me
luftën e ish pjesëtarëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës në periudhën e luftës, tani veterantë e kësaj ushtrie. Për të marrë fjalën u ftua edhe drejtori i Agjencisë Memorialeve dhe Komplekseve të Republikës Kosovës, Imer Hakaj, i cili e ka mundësuar edhe realizimin e këtij memoriali. Agjencia e Komplekseve Memoriale do të vazhdojnë edhe për gjatë vitit 2025 me përkushtim të lartë, me punë angazhim për ndërim të gjithë dëshmorëve, për gjithë martirët, viktimat, me angazhim edhe më të plotë si për vitet e kaluara, për cilët kemi obligim sot edhe gjithmonë lavdi dëshmorëve, martirëve, viktimave civile dhe respekt gjithë juve. Krejt në fund të ftua të marrë fjalën në emër të familjes Emine Gjocaj, e cila është motra e Servete dhe Syl Gjocaj. Unë po kam dëshirë të ceki që motra jonë Serveti, siç po e shohim të emrat në këtë lapidar, e vetmja motër e bi e këtij vendi. Në emër e dua të përshkruaj me pak fjalë rolin e pashembullt që pat motra. Motër kjo që në familjen tonë qysh në veçli nuk ju nda nga vllav, në rast të gëzimi, por nuk e la dot vetë as kur kishin momentet e tmerrit e trishtimit. Ajo nuk e braktisi, por e zgjodhi rrugën që e dinte që zor kishte kthim, pa menduar për pasojat, sepse e dashti pa kusht të vllavën. Ajo gjithçka do të sakrifikonte, por vetëm dashurin për të vllahën e vetëm ju. Ishte kjo motër që kthente lotët në gaz, me duar gatumte në ngrohtësi, shpërndonte dashuri me zemër të pastër, një dritë e jashtëzakonshme. Motra ime si një lule e vetme e pranverës, që solli freski e aromë në shtëpinë tonë. E tillë besoj që ka qenë edhe në mesin atyre bashkëulltarëve që duke ju japur shpresë e durim se ajo torturë do të kishte mbarim. Hareja dhe ngrohtësia që ti dhe motër tani kanë mbetur në harres. Sot shtëpia rri e heshtur, pa zë, por ka vetëm kujtimet që na shoqërojnë për ton jetën. Vëlla, ti ishe i vetmi djalë, i shtëpisë tonë, një shpresë, ai që do ta mbante shtëpinë me jetë. Po caktimi Zotit ishte kështu. Por Zoti është më durimtarët, e shembull më të mirë se sa nona jonë që e priti për 20 vite me krynë dritare dhe nona një ditë ndroi jetë. Nona mori pritjen me vete, në dhe, po nena lanë ngushëllimin dhe amanetin që të përqojmë derisa të kem ymër dhe ne që fati tyne të ndryshohet. Me shpresën që një ditë fati tyre të ndryshohet, vazhdojmë të lutemi për ta, e mos të largohet përgjegjësia ndaj atyre që e bën këtë krim, që të seriozisht se sa më shpejt që të ndryshohet fati e personit të fundit të pagjetur. Dëshmorët e Rashiqit nuk janë thjesht emra të gdhendur në gur. Ata janë frymëzim për çdo shqiptar që beson në vlerat e lirisë, drejtësisë dhe qëndresës. Sakrifisa e tyre do të mbetet gjithmonë një dritë udhërrëfyese për ne të gjithë. Lavdi e përjetshme për jetën dhe veprën e tyre. Nderimi përhershëm për familjet e dëshmorëve. Rashiqi dhe gjithë Kosova nuk do t'i harrojnë kurrë.